atëherë nuk do të turpurohem kur të kem parasysh të gjitha urdhërimet e tua. Nuk turpurohesh përpara njerëzve duke mbajtur urdhrimet e Atit. Janë ata që turpurohen, janë ata të pabesë që kanë braktisur ligjin. E thot Haprazi, fjalët e urta 28 e ke lexuar, sa shqetësuese Ati flet. Dhe lutja thot është e neveritshme thot përpara meje thot ata që braktisin ligjin, që e kthen veshin gjetill për mos dëgjuar urdhrimet e mia. Kur unë shikoj ato vargje para vitesh, më hyri frika, thash, unë që kam ma gjepsuar, thash, me frymat e fallit të pentakostalizmit, thash, të karizmatikës që shikon frymën e fallit Haprazi, dhe e quajnë frymën e shenjtë. Vente duart në gishtin e vente tjetri, më sëndaj, mbi ballin e një gisht, mbi ballin e dikujt. Praktikat e hinduve. Benihin, vente gjëra të tilla, e prekte njeriu dhe me binte poshtë. Bie? Shikon gjëra të tilla që apostujt kanë praktikuar? Shikon në shkrimin që tha vura duar dhe ai person ra. Ven gratë më së ndaj që marrin tituj ven duart mbi burrat. Fryma e fallit ve duart mbi persona. Largoni prej saj, ju që jeni në Shqipëri apo që dëgjoni. E kam adresuar kohë më përpara. I kam folur dhe personalisht dhe kam akoma pres mesazhin në WhatsApp që i dërgova videon kur erdhën dishepujt e saj që ajo i mallkovi dhe erdhi më tha personi nga Greqia masandaj që kështu ndodhi. Thash, largohu prej frymës së fallit, qëndroj në miqësinë tonë që të mësohesh në fjalën e vërtetë të Atit. Qëndrovi për pak kohë, pastaj filloi grindjet me një tjetër. Dhe vajti masandaj t'i çonte çdo gjë ja çovi asaj për grindjen që pati me një në miqësinë tonë, ndërkohë që duhet vinte tek mua, ai person që doli prej saj, prej pastores, ndërkohë ajo pastoria mallkovi shkovi prap tek ai. Tek ajo më fal, ai. Në mënyra se si vishet normal që është ai pasaj. Ka plot gjëra që do flasnin po, do t'i ekspozojmë. Dhe pasaj mori tallje ndaj meje live dhe masandaj shkoj dhe te gruaja time, shkoj në gjërat intime që është vërtet shqetësuese dhe Ati pas të mëshirë të qortoftën në emër të Jashuas që të dalesh nga paudhësia. Ti si pastore që quan vete me tituj që ka dhënë njeriu që nuk ka folur shkrimi për tituj të tilla. U zemërua sepse para 6-7 vjetësh ekspozova frymën e fallit tek Ana Lumieri, që ishte shoqja e saj që ishte në Francë. Që në atë kohë shqetësua sepse njëra nga që citonte magjitë në lutjet e saja, u shqetësua u shqetësua pastoria. Përse shqetësohesh për frymën e fallit, ndërkohë ti do ta qortoje. Po kur nuk ke sy sepse jeni në njëjtën frymë, normal që do shqetësohesh. Po do thosh, "Ua, vëlla, vërtet?" Pas kanë qenë e verbër. Dhe mund të miqësoj, mund të disciplinizohesh edhe sot e kësaj dite, të mësosh urdhrimet festat të Atit, ti dhe demokrari, sepse jam mokrar vetë. Teologu, marrin tituj, teologu që ngrihet për të ecur në paudhësi dhe mësojmë të tjerëve. Këta janë teologët e sotëm, ngrejnë zyrat, ngrejnë strukturat e njeriu, godina, që si të ecim në paudhësi. Ky është disiplinizimi që Shqipëria ka nevojë. Luma ata që kanë një rrugë pa njollë dhe që ecin me ligjin e Jahve. Mësuesi mirë, çfarë do të bëj që të kem jetën e përjetshme? Mateu 19. Zbato urdhrimet dhe do të jetosh. Dorosh. Vazhdojmë. Ka plot gjëra. Ndërsa ai që nuk ka urdhrimet e Atit tim, thotë, normal që nuk më ka as mua, thotë Mesia, do t'i merret ajo që ka. Ktu po flet për farën, a është e frutshme apo jo? Në Mateu po këtu jemi në 13, do flasim më vonë për farën. për talentet, për dhuntitë.
Prandaj unë flas atyre me një shëmbëtyre, po flet në këtë rast për farisejtë, po ka dhe sot farisej janë dhe gra që nuk kanë urdhrimet e Atit, dhe mua më vjen keq që akoma disa prej atyre besimtarëve e ndjekin. Dhe normal që kanë të tjera, sepse nuk e se ka është vetëm pentakostalizmi apo karizmatika, lëvizja e besimit. Ke reformistë, ke baptistë, të njëjtët konteksti ke. Kur anullon urdhrimet e Atit, kur largohesh nga festat e tija biblike, është shenja e bishës, e figurës, edhe pastaj normal që shumë do marrin dankën fizike kur të vijë në atë ditë. Por qëndrueshmëria e shenjtorëve, zbulesa 14, thot Haprazi, vargu 12, rezistojmë, të ndrojmë kundra Satanit, siç na tregoi Mesia në Mateu 4:4, për të zbatojmë urdhrimet e Atit, të jetojmë me çdo fjalë që del nga goja e Elohim, që ajo fjalë që ai tha që është shkruar ku në ligjin për 33, citovi Mesia në Marku 4. Këtu është qëndrueshmëria e shenjtorëve, zbulesa 14. Ata që zbatojnë urdhrimet e Atit dhe kanë besimin tek Jashua, tek Mesia. Tërë kontekst, tërë paketa, tërë të urtësia, ecja jonë, dishupllizimi, që nga zana filla deri tek zbulesa, urdhrimet e Atit, besimin tek biri i Tij. Sepse duke parë nuk shohin dhe duke dëgjuar nuk dëgjojnë dhe as nuk kuptojnë. Kështu ndërta përmbushet profesia e Jeshaja që thotë: ju dëgjoni, por nuk do të kuptoni. Do të vështroni, por nuk do të shikoni, sepse zemra e këtij popullit është e bere pandjeshme. Ma është bere pandjeshme sot. Fryma vazhdon të bindi në zemrat e tyre dhe masandaj fjala vjen, por ne nuk duam që të jemi të ndjeshëm ndaj zerit të Atit, që ne zbules, në fjalë të urta një, është urtësia që është në atë shëmbulltyrën e urtësia personifikuar e Atit, thotë urtësia vërtet në rrugë deri kur të thjeshtë do të pëlqejë thjeshtësia. Ishte në Gjoni 8. Në të vërtet, po ju them se ai që zbaton fjalën time, thot Mesia, nuk do të shoh kurrë vdekjen për jetë. Çfarë fjale kishte Mesia? Në tha që të rojmë nëpërmjet urdhrimeve të Atit. Nderoni Atin tim, tha, me pak fjalë. Mos shkojmë në detaje se duhen orë, duhen ditë dhe mund të qëndrojmë, por puna është mos shkelni në këtë rast të beslidhjen që Ati më dha. Qëndroni dhe nderoni Atin tim. Kjo është fjala që unë erdha, unë jam fjala e Tij, unë jam karakteri i Tij, unë jam shëmbulltyra e Tij. Nëse do më shikoni mua, do shikoni Atin. Toma, nuk e parë, thot mua për të më parë Atin, dhe ja ku jam. Këto koncepte sot nuk arrim të kuptojmë. Di pse? Sepse kanë krijuar një mesia falso të rremë. Mjafton unë të mbaj 2-3 gjëra, ja, unë shikoj, unë s'po bëj këtë gjë, s'po bëj këtë, po i bëra këto 2-3 gjëra, më rregull jam. Vërtet? Okej. Përse kur nuk i bindesh të birit, nuk do të shikosh jetë? Sepse kur ecën në mëkat, në paudhësi, ta përmendin në Mateu 7, thotë, largoni prej meje ju që kryeni paudhësi. Paudhësia është mëkat, e para Gjonit 5:16, mëkati është shkelja e urdhrimeve të Atit. Mos ndoshta Mesia krijovi një koncept të ri për mëkatin, vëlla motër, se kjo është perceptimi sot. Mesia nuk krijoi një strukturë të re apo tha një fjalë të re e përcaktovi mëkatin ndryshe nga çfarë Ati kishte thënë. Shpërndaje, vëlla motër, këtë mesazh. Shpërndaje, kush do ketë vetë do ta dëgjojë. Ka shumë prej tyre që nuk i shikojnë, bëjnë ato like-et nëpër platforma, nuk ka rëndësi. Dihet ai që i shikon, unë i njoh ata që shikojnë. Sepse ata që shikojnë gjithashtu bëjnë dhe komente. Lavdiatit për zemrën tënde, motër. Dhe për ju që e keni parë. Apo ju që keni bërë në këtë rast dhe e keni shikuar. Se kam parë që keni shpërndarë dhe sepse Shqipëria ka nevojë për Mesian e vërtetë, Krishtin e vërtetë, vëlla motër. Nuk është vetëm i letrës, unë besoj dhe ja e pas në Bibël. Duhet të shikojmë urdhrimet e Atit që Mesia praktikoi, ai është i vërteti. Nuk është të vështata.
apo dali me fete paqes, apo me çdo lloj strukture sot që janë katolike ortodokse, kisha në Shqipëri, që nuk është kishë. Kisha e vërtetë e apostujve nuk praktikovi gjëra të tilla, nuk e bëri hindut, katolik, ortodoksë, të tëra denominacionet dhe i futi bëri një. O tani ne jemi feja paqes. Dhe bëjmë asaj foto në për hotelet e Tiranës dhe sjellin dhe ja, shikone, japim ato shpërblimet, japim ato statujat, ato. Ai kënes, ku jemi? Vazhdojmë. Sepse zemra e popullit është bërë e pandjeshme, ata janë bërë të rende nga veshët dhe kanë mbyllur sytë, dhe kjo nuk i takon atit, nuk e ka bërë ati këtë gjë. Ati e ben, ne Romakët 1, ku shikojmë që nuk e përlavdëruam, thotë, dhe mund ta shikojmë atë varg. Thot me gjithse e njohën Elohim, por nuk e përlavdëruan si që duheshe. Atëre i dha si na jep ati, na len në influencën e frymrave demonike, kur ti e unë nuk ecim në rrugët e tia, në urdhrimet e tia, vëlla motër. Ati gjykon, qorton, rafinon, sjell her pas here për të na kthyer në urdhrimet e tia, por kur një person vazhdoi të shkeli urdhrimet duke e ditur që kjo gjë është mëkat, sepse fjala i është dhenë, dhe nuk është nevoja që një person ta kuptojë në zemrën e tia që mëkati është shkelja e ligjit e para e Gjonit 3:4. Mjafton që të na vi fjala e pa me sy, ajo është përgjegjësia më e madhe. Edhe masandaj ati vazhdon të gjykojë atë popull, sepse të kam dërguar, të ka trokitur me mesazhe personale që mund të ke dërguar dikush apo me video, me çdo lloj që kam trokitur, thotë ti nuk doje të dëgjoje, sepse në këtë rast zemra tënde është bërë e pandjeshme, thotë. Ke veshët të janë të rënda, që ke mbyllur sytë dhe nuk shikon me sy dhe nuk dëgjon me vesh, thotë. Kjo të takon ty. Te nuk e ke bërë ti, thotë. Dhe e tërë perceptimi sot që ndodh në besimtarët është që tani unë besova dhe ati do bëj gjithçka në jetën time. Ai do më ndryshoj zemrën. Ai do më pastroj, do më bëj çdo gjë, ai do më bëj, vërtet. Por neve çana takon. Ati do veprojë së rezultat që unë e ti bëjmë diçka. Në qoftë se thotë do të rrëfeni mëkatet tuaja, atë do ta bënte ati? Pastaj thot, ati është i drejtë dhe i mirë, thot, dhe do të pastroj nga çdo paudhësi, para Gjonit 1:9. Paudhësia është shkelja e ligjit të tij të vazhdueshëm. Mëkati, që është shkelja e ligjit. Kam mëkatuar, kam ecur në paudhësi, e kam anulluar ligjin në mendjen time mëshore, erdhi koha që të dalë në të vërtetën. Kjo është pendimi i parë që një besimtar duhet të bëjë sot, një pastor duhet të bëjë sot. Një apostull, një ungjilltar që quhen marrin titujt vet. Dhe që ka problem për të vënë një titull? Hajde këtu ti vendosu bëj këtë shkollën teologjike, po çfarë përmbajtje ka shkolla teologjike? Po të mësojnë ty, vëlla e motër, që të ecësh në një rrugë pa njollë? Të mësojnë me filozofitë e greko-romane të Platosë që në atë kohë, dhe ta vënë emrin e Mesias në atë mes, që të duket e mirë. Se çdo gjë që është jashtë ligjit të Atit është filozofi, është mashtrim. Janë fryma demonike që kanë hyrë, mendja mishore. Ti po shkon të miqësosh në një mendje mishore. I flet për sabatin, i flet për urdhrimet për festat Atit që na veçojnë, të na dallojnë nga kombet, nga Babilonia, prandaj Ati thret në Zbulesa 18, dilni prej saj o populli im, sepse Ati ka kujtuar paudhësitë e saj. Dhe flet pasaj për kafshët e papastra, pikrisht në Zbulesa 18. Shpendët e papastër, po flet për ligjin dietik që mund ta shikosh në ligji i përtërir 14, Levitiku 11 për ngrënien pastër. Sepse tani është tempulli i frymës së shenjtë. Nuk mund të futësh derrin, lepurin, midjet, kocet, to janë të papastra. Do të bëjnë demër atë të parë sepse kanë nivele të larta hekuri apo toksinash brenda që nuk janë të mira për trupin e njeriut. Pikërisht Ati dëshiron që ti dhe unë ta pastër, të mbajmë trupin ton
në jetë që të përmbushim qëllimin që të avancojë mbretëria. Kur ne nuk dëgjojmë urdhrimet e Atit dhe hamë çdo gjë, fillon obeziteti, fillojnë sëmundjet kardiake, fillon depresion, fillon të çdo gjë tjetër që është e lidhur me trupin e njeriu. Sepse është çështja është morale, është pastërtia morale fillimisht që Mesia erdhi dhe adresoi gjithmonë. Kur ne zbatojmë urdhrimet e Atit, po ecim në moralitetin e Tij. Po ecim në të drejtën e Tij, në drejt përsosmërisë që Mesia na këshilloi. Kur nuk do të dëgjojmë urdhrimet e Tij, po ecim në paudhësi dhe vin gjykimi, vin sëmundjet, erdhi ky gripi, erdhi kjo, erdhi. Po Ati lejovi sepse ne kishim shkelur diku apo jo. Le ta shikojmë atë varg. Le ta shikojmë atë varg. Duhet ta kem këtu diku, këtu jam, por pa shkuar se do se ne shikojmë disa gjëra, ne shikojmë, por unë lutem Atit që të qëndrosh pak në shkrimin. E para Gjonit, po, lavdjat. Ok, ja prekim si larg, po ishte mësim më vete, po janë gjërat poshtë, por do t'i kemi në një kohë të caktuar, por ja prekim pak lutjen dhe çdo gjë tjetër atë që fola. Shikoj çfarë thot Ati. E para Gjonit 5. Ndërkohë në vargjet e para, në vargu 3 po flet për kufizimin e dashurisë së Atit. Kjo është dashuria e Elohim që ne të zbatojmë urdhrimet e Tij dhe urdhrimet e Tij nuk janë të rënda, thot në vargu 3. Tani këtu jemi në vargu 15. E para e bën në anglisht. Gjonit 5, vargu 6, 15 deri në 18. Okej. Shgosa konceptet do dalin vetëm për këtij vargu. Dhe disa masandaj mendojnë, po ja, vetëm për ato gjëra që ndron tine. Por ku do shkosh? Për çfarë do flasësh? Të flasim për Katrin Kuman, për paudhësitë e tyre, apo apostull që quhen në Amerikë që kam adresuar frymën e Izabelit, apostër Kirk, si e kishte ajo. Apostulle, tani përveç se pastore kanë marrë titullin apostulle. Dhe shqetësoshe dikush në Amerikë pastaj sepse u adresua fryma e prosperitetit e mamonit. Po do adresohen, kush ka vesh, do dëgjoj. Dhe nëse dimë se ai na i plotson të gjitha ato që kërkojmë, ai Ati, ato që kërkojmë Atit, nëpërmjet emrit të Mesias, lutja që ne bëjmë në emër të Tij dhe vetëm në emër të Tij, ne dimë thotë i kemi ato që kërkojmë Atij. Nëse dimë thotë kjo na vjen në këtë rast njohuria, thotë na vjen ndërgjegjësimi që ne duhet ta dimë. Qëndro për pak kohë, prandaj thosha edhe ty motër që kur merr një kapitull qëndro, para se të kaloj vargu, e kuptove apo çfarë do thotë, qëndro për një moment, nëse dim, nëse un kam njohuri, nëse a realizova, nëse mora dëshminë apo nga fjala, nëse kam në këtë rast të njohuri, ose e di, sepse e di që Ati është besnik, në këtë rast edhe ai është shpërgrenjës të gjitha atyre që e kërkojnë dhe kërkojnë me zemër, apo jo, ai na i plason ato gjëra, është karakteri i tij, është besnikëria e tij, është legaliteti i tij që ka vendosur në shkrimin. Ai tha, nëse do bësh këto, unë do t'i jap. Unë nuk ndryshoj, unë jam Jahue, nuk ndryshoj. Malakia 3:6. Nuk është njeri që mund të gënjej, as biri njeriu që mund të pendohet, thotë, nuk ndryshoj mendje, thotë, unë jam i përjetshëm. E thashë, e shikon në Biblën tënde, thotë atë fjalë, ajo qëndron. Dhe vëlla e motër, po e ritheksoj edhe një herë. Nuk mund të marrim neve bekimet që Ati ka vendosur në shkrimin e Tij, jashtë kontekstit dhe legalitetit që Ati ka vendosur atë shkrim. Edhe një herë. Nuk mund të marr unë diçka nga ligji i Atit dhe unë e them që unë këtë gjë do ta marr sepse unë kam besim, në qoftë se unë nuk e praktikoj atë legalitet që Ati ka vendosur atë shkrim që të ketë manifestim sipas urtësisë dhe vendit dhe kontekstit që Ati ka vendosur. Më falë se u zirova pak, ndoshta nuk e kuptove. Çfarë dua të them? Që çdo gjë që Ati ka dekretuar për bekimet tona kanë një
çështje që unë e ti duhet të bëjmë që ta marrim atë gjë. Nuk mund të marrëm psalmin dhe ta deklaroj dhe unë do marrë bekimet e psalmit, do marrëm bekimet e fjalëve të urta disa, sepse unë në këtë rast e lexova. Duhet të praktikojmë. Po marr një shembull. Shumë prej ne sot neve dimë, mbytën e Kronikave 7:14. Në qoftë se populli im, i cili është i thirrur me emrin tim, lutet dhe pendohet dhe kthehet nga rrugët e këqija, atëherë unë do ta dëgjoj dhe masandaj do ta fal për mëkatet dhe do shëroj vendin e tij, apo jo? Në pak fjalë. Tani, neve përmendim këtë të varë gjithmonë dhe dalim dhe masandaj konferenca në Europë dhe të tjere dhe përmendim këto gjëra. Shumë herë, sidomos i kemi pentakostale që marrin një varg nga kudo dhe pastaj duam që të ketë manifestim, sepse unë po e deklaroj. Ajo shkrim e dyta e Kronikave 7:14 ka një kontekst ku ishte dhënë. Ishte dhënë në ndërtimin e tempullit të parë, që ishte në Shalomoni, biri i Davidit. Aty po fliste, duhet të ktheheshin nga rrugët e tyre të këqija, sepse kishin lënë më një anë ligjin, që ati masandaj të dëgjonte nga tempulli i tij. Dhe po të shikosh deklarimin e Shalomonit që beni, biri i tij, është emri i tij vërtet Shalomoni. Po të shikosh lutjen dhe deklarimin në të dytën e Kronikave 6, pa arritur në 7, ka një kontekst në 6, do shikosh më tej lutjen që Shalomoni i bën atit, që masandaj do mësojmë për ligjet thotë dhe ti do na dëgjosh, sepse ne do jemi kthyer nga rrugët tona të këqija dhe do fillojmë të zbatojmë urdhrimet tënde, sepse populli i tij ishte larguar ndaj balve. Si ndodh sot. Ky është kontekstin e dyta Kronikave 7. Nuk mund ta deklaroj unë dhe dal masandaj në konferencën e lutjes, duhet të lutemi në Europë. Ne si protestantë ungjillore duhet të lutemi, vërtet, i e kthyer ti nga rrugët e paudhësisë që ke shkelur ligjin e atit vazhdimisht, duke mos mbajtur fesat, urdhrimet e tija, ti si pastor në Kosovë që e deklaron? Jemi kthyer nga rrugët e këqija, po zbatojmë urdhrimet, fesat e tija biblike? Por unë do ta them atë gjë që të dukem çik fetar, çik frymëror. Jam i dukshëm, janë të devotshëm në dukje. Normal që kanë mohuar dhe kanë hequr ligjin e atit. Vazhdojmë, jemi në lutje, apo jo? Nëse dikush sheh vëllain që kryen një mëkat, konteksti, shikon fjalët kyçe, mëkati, lutja, të rast, ndërgjegjësimi që karakteri atit kush është, ne dim kush është ai, çfarë karakteri ka, i përsosur, se ligji i tij i përsosur, atëherë është ndërthirrur me lutjen, mëkati që është shkelja e ligji. Po vazhdosh ta shkelësh ligjin e atit, do të çojë në vdekje, në liçen e zjarrit. Zbulesa 14 po e thotë, edhe zbulesa 22 thotë. Nëse nuk zbaton urdhrimet e tija, je jashtë qytetit kush janë? Sa ta shoqëtojtur pastorë dhe besimtarë sot do qëndrojnë jashtë qytetit nëse nuk pendohen, nuk e plot për tyre. Do t'i luten Elohim për këtë vëllain që ka kryer këtë mëkat dhe ai do t'i japë jetën atyre që bëjnë mëkat që nuk çon në vdekje. Mëkati që nuk çon në vdekje, ka fjalën që nëse ai person vendos të kthehet nga rrugët e tij të këqija, në këtë rast e ka shkelur ligjin, thotë tani, do pendohet thotë. Atëre, ati do t'japi jetën atje. Por nëse vazhdon të kryejë mëkat, ai mëkat, katë me dashje, Hebrejnë të 10 thotë do ta çojë në vdekje, sepse ati është një zjarr që konsumon, thotë. Do gjykoj popullin e tij. Vëlla motër, sot nuk flitet për mëkatin. Kur nuk flet një pastor për mëkatin, dije që ai po ecën në mëkat për veten e tij. Nëse nuk flet për immoralitetin, dije që po ecën në immoralitet. Nëse nuk flet për idhujtarinë, dije që ai është brenda idhujtarisë dhe edhe se nuk e ka kuptuar. Për sa po buças për këto gjëra. Dy fillimisht janë gjërat që ndodhin në kishën e tij sot, që janë larguar nga urdhrimet nga ligji i tij përsosur, nga shenja e sabatit. Dy gjëra që ndodhin, idhujtaria dhe immoraliteti seksual. Këto dy gjëra ndodhin sot dhe shtohet masandaj me prosperitetin, me mamonin. Ai vjen i treti, se ajo është mbështetëse masandaj. Po gjëja e parë është idhujtaria, krijimi i një zoti tjetër. Dhe praktika e festave që vazhdojnë të praktikojnë në ditët e veçuara sot që lejnë janë të balit, ja ku ke idhujtarinë. Masandaj, immoraliteti seksual ndodh sepse
është e lidhur, janë flijimet dhe kur nuk flitet për largimin nga mëkati, që është shkruar immoraliteti dhe çdo gjë tjetër që neve duhet të largohemi, që është shkruar në ligjin e Tij, kur nuk flitet për këto gjëra, ke prap immoralitetin. Këtu është futet fryma e Mamonit, futet Jezabeli me idhujtarinë, me magjinë, me akuzimet, me kërcënime, ka plot gjëra që vepron Babilona e madhe. Sa kam folu, do vazhdoj për lavdi të Tija, se kam kuptuar të vërtetën, Mesian e vërtetë, ai që ka sytë e zjarrit. Kur Mesia flet që largoni prej meje ju që kryeni paudhësi, çfarë është paudhësia, vëlla motër? Vej pyetje vetes tënde një herë në jetën tënde. Qëndro pak, thoshte në Tiranë. Qëndro pak. Dhe mos ndaj, hajtë ecim në paudhësinë, ja ku janë festat pagane këtu, ja ku janë vezët, flijimet. E di çfarë janë vezët e kuqe që ashtu quajtur pastor Bente Qeronjuzi? Në kohët e Nimrodit dhe të Semiramis, që ishte shoqja e tij në Mesopotaminë, në ku ai ndërtovi Babiloninë, Nimrodi, mbreti i atërshëm, mbas përmbytjes, kulla e Babelit, merreshin vezët dhe i ngjyeshin me gjakun e sakrificave të fëmijëve që i çonin Balit dhe i afronin ushqimin në këmbët e statujës së Balit që kishin sakrifikuar fëmijët. Sot pastori e merr dhe masandaj çuket vezët e kuqe, blu, jeshile e verdhë. Prandaj feja e paqes që ata janë pjesë, është shkatërimi që po vjen, sepse thot vetë Mesia, kur ata të thon paqe, kur ata të mblidhen nga bisha e Romës, sepse ai profeti i Rejme që ishte pak më përpara në Romë vdiq, por ka dalë një tjetër tani. Kur të mbledhet feja e paqes në të tërë botën, prandaj shikon Trumpin bën në traktatin e Abrahamit, ajo është feja e paqes, që dashjemi Abrahami po ja muslimanë dhe të krishterët dhe hejutejnë të kanë të njëjtën. Vërtet, çlidhje kanë të vërtetët besimtarët e Mesias me paudhësinë e feve të tjera. Që janë këto traktate, këto miqësi që po bëjnë, që apo ja thon hapur, i ke fotot hapur azi. Ndoshta sa për ju nuk e kanë parë, po ne s'e shikojmë. Ashtë një mësim vete, e kam verë ashtë në YouTube, ekspozimi vajosjes, pa borgje, feja e paqes, e kemi, sa po e hodha në Facebook, tin kur ajo shikoj një në jetën tënde. Shiko tani. Çdo paudhësi është mëkat, ja largoni prej meje ju që kryeni paudhësi. Atëre, paudhësia është mëkat. Mëkati është shkelja e ligjit, do thotë ju që keni shkelur ligjin e Atit tim, të vazhdueshëm. Po dale se kemi për shenja mrekulli, po dale se ne çliruam, ngjallëm, shkuam, predikuam me emrin tënd. Okej. Lutem Ati sa të frikshme janë gjërat. Ne e dimë se kushdo që ka lindur nga Elohim nuk mëkaton, do thotë që nuk e bën praktikë të vazhdueshme. Ai që lindi thotë që mori vullosin e vërtet nga fryma e shenjtë, ai tani ka realizuar që kishte shkelur ligjin e Atit, tani ai nuk vazhdon të mëkatojë, thotë, do ta ndërpresi atë gjë. Ka aspekte në jetën tënde që ti dhe unë do rregullojmë për praktikën e urdhrimeve të Atit, po, lavdi Atit do t'i vesh. Por ke një zemër do ngulmosh, do t'i lutesh Atit, sepse ke një zemër që do të zbatosh urdhrimet e Tija, dhe Ati do t'i japi hir, do të gjesh hir në sytë e Tij dhe në sytë e njerëzve. Fjalët e Urta 3. Ai që ka lindur nga Elohim e ruan veten e Tij. Çfarë do thotë këto fjalë, vëlla motër, e ruan veten e Tij? E ruan nga mëkati, nga paudhësia. Tër konteksti po flet për lutjen, për mëkatin, për ecjen, për lindjen. Vetëm këto 4 vargje. E ruan veten nga çfarë? Nga mëkati, e ruan veten që mos e shkeli urdhrimet e Tij. E kam mbrojtur fjalën tënde që të mos mëkatoj kundra teje. Fjalën, ligjin që Davidi kishte në Psalmin 119. Dhe duke mos mëkatuar, thot sepse ai person tani nuk mëkaton, apo jo, sepse ai ka lindur nga Elohim, dhe jo të tjerë që kanë marrë lutjen e shpëtimit kanë lindur nga Ati. Ai që ka realizuar që tash nuk duhet të mëkatojë, ai e ruan veten e Tij, e ruan që të mos shkeli ligjin e Atit, mos shkeli urdhrimet e Tij.
e ruan në urdhrimet e tia, në zemrën e tia, që të mos mëkatoje, dhe si rezultat i ligu nuk e prekate. Kur nuk mëkaton, i ligu nuk të prek, vlla e motër. Largohu nga mësimet e rejme të prosperitetit që avën gjithmonë fajin të ligut. O, satani bejte, do t'i bej, ka vazhduar do t'i bej dhe sa Mesia të vije. Por ty dhe mua, çfarë na takon që ne të bëhemi që i ligu të mos na prekë? Kjo është pyetje që qëndron në jetën tënde. Shumë besimtar mbajnë peng nga frymat e fallit në platformat që sapo përmenda të pastoreve apo të tjerë që kanë dalë me Joyce Meyer, masandaj tër prosperiteti, tër mamoni, fliste masandaj dhe e tallte atin hapurazi. Ja ku e bëra tatuazhin. Ndërkohë thotë mos kryej asnjë tatuazh në trupin tënd, se janë praktikat e Babilonisë, janë magjitë e tyre. Në qoftë se ke bërë, vlla motër, mos bëj të tjerë. Ky është konteksti. Shumë prej gjërave që ne kishim bërë nuk i dinim, ishim në botë, ishim në idhujtarinë tonë. Por kur vjen urdhrim e Atit, në këtë rast ndalon të bëri ato gjëra. Jo i bën me dashje si Joyce Meyer i bente. Dhe i bën dhe del dhe ta pastaj tëra grata, qeshin atje. Ajo është fryma e fallit, fryma tallëse, është fryma e rebelimit, është blasfemia që i bëhet Atit kur neve shkelim urdhrimet e Tija. Numrat 15 është po flet për blasfemin që mund t'i bësh Atit. Dhe është me të njëjtin kontekst me Hebrejt të 10, që apostulli Shaul Pali nuk po thoshte diçka të re. Mëkati me dashje është çdo gjë që neve kryejm kundra urdhrimeve të Atit të vazhdueshme. E kuptove vlla motër kur ecën urdhrimet e Atit i ligu nuk të prek. Nuk të prek sepse dora e Atit është mbi ty, ai je mbuluar nga krahët e Tija, po ecën drejt me Atin, rrugët tënde po i pëlqejnë Atija, prandaj i ligu nuk të prek. Si punën e Jobit, i ligu nuk e prekte as atë, as familjen, as gjërat që ai kishte në rrugët apo arat që kishte, që çdo njeri mund të vinte ti shkatëronte, por nuk mund të vinte sepse ishte mbrojtur. Dhe Satani tha që ti ke vënë mbrojtjen tha në veten e tij, në familjen dhe në gjërat që ai ka. Kush e kishte vënë mbrojtjen? Ati, sepse rrugët e Jobit po i pëlqenin Atit. Por në momentin që Ati pa diçka, tha, tani tha, vjen hyn legaliteti tim, sepse karakteri tim nuk ndryshon, dhe u hoq mbrojtja. Që shumë njerëz e marrin, po ja, shikon u bë për të testuar Ati në këtë rast vendosin Jobin që të testonte dhe të tregonte Satanit. Vërtet Ati do të tregojë nëpërmjet një personi, të tregoj Satanit, duhet të në këtë rast të tregoj madhështinë e tij, ja ka treguar me kohë. Ka kohë që e dëbovi të ligun i Luciferin nga prania e Tija për shkak të krenarisë së mos zbatimeve të urdhrimeve të Atit. Do t'i tregonte me anë të Jobit? Ishte çështja në zemra e Jobit çfarë po praktikonte, çfarë ku ishte në atë moment. Krimi e përcakton që ai kishte rënë në vetdrejtësinë e Tija. Por Jobi nuk e mohoi emrin e Atit. Dhe se në këtë rast u qortua, vuajti për 7 vjet ka vojtur, se shkrimi nuk ta thotë. Por libri i tij i Jobit, jo ky, pa është testamenti i Jobit, që farisinët e ka hequr në shekullin e 2. Me gjithë librat e tjerë që ishin në 1600 në Biblën King James kanë qenë brenda. Libri i Inokut, libri i Jubileut, testamentet e patriarkëve që flasin për profecitë e Mesias, aprazi, profeti Inoku që tha në Juda 1:14 që profetizoi për ditën e gjykimit, që do vinte me të mira të shenjtët e tij, me engjëjt e tij për të sjellë gjykimin mbi çdo paudhësi të kësaj bote. Mbi çdo paudhësi apo jo? Mbi çdo shkelje të ligjit të Atit. Vazhdojmë tek Mateu. Vazhdojmë tek Mateu, për lavdit të Tij. Kështu përmbush profecia në Jeshaja, në Isaia, që thotë ju dëgjoni, por nuk kuptoni, dhe do të vështroni, por nuk do të shikoni, sepse zemra e popullit është bërë pandjeshme. Ishte zemra e popullit që nuk shikon. Nuk e ka fajin Ati, që ne nuk zbatojmë urdhrimet e Tija. Nuk e ka fajin dikush tjetër që të ka mësuar gabimisht dhe se nuk e dije. Ne mund të kthehemi zemrat tona për të praktikuar urdhrimet e Atit që Mesia mbajti, apostujt predikuan dhe mbajtën, dhe Mesia predikoi ligjin e Atit, që farisejtë dhe saducejtë kishin lënë më njënë me traditat e tyre, kishin shtuar gjëra të tjera që mbanin peng popullin e Tij. Në momentin që një person do të zbatojë dhe të nderojë gjakun e besimit së Mesias, do të mbajë urdhrimet e Atit,
ai persona ajo ishte judaist. Judaistë kishin lënë me një urdhrimet e Atit. Këta nuk kupton akoma pastori apo të shepujt e Luterit, që janë në Tiranë dhe kudo. Por lumë sy tuaj që shohin dhe veshët tuaj dëgjojnë, sepse në të vërtet po i them se shumë profetë dhe të drejtë deshën të shohin gjërat që ju po shihni dhe nuk i panë, dhe të dëgjojnë gjërat që ju dëgjoni dhe nuk i dëgjuan. Ishte fjalën për mbretërinë e qejve dhe si hymë. Lajmin e mirë të mbretërisë. Nuk është lajmi i mirë i mbretërisë vetëm pendohu dhe beso tek Mesia te Krishti, vëlla motër. Fillon aty lajmi i mirë. Fillon aty, masandaj ka një rrugë që ne do të ndjekim urdhrimet e Atit që për të hyrë në portat e qytetit, Zbulesa 22:14. Për të ngrënë nga pema e jetës, për të hyrë në qytetin Jeruzalemin e ri, Zbulesa 21. Ai i propozoi atyre një shëmbëtyr, vargu 24, një shëmbëtyr tjetër, thotë, masandaj. Mbretëria e qejve i ngjan një njeriu që mbolli farë të mirë në arën e vet. Fara e mirë, kush është? Urdhërimet, fjalë e Atit. Fara e mirë, Mesia vet, fara e gjallë, buka e gjallë, që dëshiron Mesia sot tek kësaj dite të mbjelli urdhërimet e Atit në zemrat e kishës që ai u sakrifikua. Për të mos thënë atë ditë largoni prej meje, ju që kryeni pa udhësi, që shkeni ligjin e Atit. E ndërsa njerëzit po flinin, zemra u bë e pandjeshme, pak më përpara, çfarë? Sytë u errësuan, çfarë? Kur sytë errësohen, pastaj vjen gjumi frymëror, gjumi i vdekjes se përcakton Davidi. Dhe erdhi armiku i tij dhe mbolli Ejgjer në përgrurë dhe iku, sa ka mbjella i ligu. Ejgjer me kohë që në këshillin e Nicejsë, që në Konstantinopoli, ke çdo manipulim që bëhej në atë kohë, me gënjeshtrat, me filozofitë që dilnin ke tani ligj është hequr. Ke Ejgjera që ngriti, pasandaj edhe shërbëtorin e Satanit që u ngrit në kohët e mbas apostujve që kemi Marsioni ishte njëri prej tyre, ligji nuk na duhet, kemi tani Mesian e hirit të dashurisë. Dhe çfarë dëgjon sot? Dishepujt e Marsionit. Hiri, dashuria. Çfarë është mëkati? Dërgoj një mesazh pastorit tënd. E para gjuni 3, 4, dërgoja. Thuaj që më tha vlla Olgeri ta dërgoj këtë mesazh. Kur ti shikoj përballë, me dashuri, me përulje, me drejtsinë atë, do t'ju a them. Por normal që me evitojnë në mua. Nuk mund të evitoj për jetë. Se Shqipëri do vime dhe do ngrejmë një bres të drejtë në urdhrimet e tia. Do jenë 4, do jenë 5, nuk ka rëndësi. Në atë ditë, problemi është i madh. Dhe shpërblimi vjen me anë të predikimit të fjalës, sepse fjala e tij digjet brenda meje. Pra të punë më ka thirrur. Siç e thirri shërbëtorin e tij në Jeremia